Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë është të marrësh iniciativë, por jo me nxitim. Një bisedë e sinqertë mund të sqarojë një keq kuptim të vjetër, sidomos në punë. Energjia është e fortë, por suksesi vjen kur vepron me strategji, jo vetëm me guxim. Demi. Fokusi yt shkon tek stabiliteti dhe siguria personale. Mund të marrësh një vendim të rëndësishëm financiar ose të mendosh seriozisht për një ndryshim afatgjat. Emocionalisht ndihesh më i qetë nëse i dëgjon nevojat e tua reale. Binjakët. Një situatë kërkon vendim të prerë, jo analiza pafund. Nëse zgjedh të flasësh më pak dhe të veprosh më shumë, rezultati do të surprizojë. Mbrëmja sjell një ndjesi çlirimi ose një informacion që ndryshon këndvështrimin tënd për rrethana të caktuara. Gavorja. Intuita është shumë e fortë dhe të udhëheq drejt zgjedhjeve të duhura. Një çështje familjare ose emocionale kërkon vëmendjen tënde, por ti ke aftësinë ta trajtosh me maturi. Jepi vetes kohë për reflektim. Luani. Kjo ditë të vë në qendër të vëmendjes, edhe pa e kërkuar. Një bashkëpunim ose marrëdhënie personale mund të marrë një kthes të rëndësishme, por sa jote është sinqeriteti, jo imponimi. Virgjëresha. Detajet bëjnë diferencën sot. Një problem praktik gjen zgjidhje fal këmbguljes tënde. Mos u tregoni shumë kritik me veten. Përparimi është i dukshëm edhe nëse nuk është i shpejtë. Peshorja. Balanca mes dëshirave të tua dhe pritshmërive të tjerëve është tema kryesore. Një vendim i drejtë sot mund të përmirësojë ndjeshëm një marrëdhënie. Ndiq ndjenjën e drejtësisë që të karakterizon. Akrepi. Energjia është intensive dhe të shtyn drejt transformimit. Një vërtet del në dritë, duke të ndihmuar të mbyllësh një kapitull. Mos ki frikë nga ndryshimi, është në favorin tënd. Shigjetari. Optimizmi yt rikthehet dhe të ndihmon të shohësh përtej kufive aktual. Një ide për udhëtim, studim apo zgjerim personal merr formë. Dita është ideale për të planifikuar të ardhmen. Britsjapi. Përgjegjësitë janë të shumta, por edhe shpërblimi nuk mungon. Një përpjekje e kaluar fillon të japë rezultate konkrete. Bëhu i qëndrueshëm dhe mos e nënvlerëso veten. Ujori. Origjinaliteti yt spikat sot, mendime të reja dhe zgjidhje jo tradicionale të vendosin një hap përpara të tjerëve. Një mik ose aleat mund të luajë rol kyç në një zhvillim pozitiv. Peshqit. Ndjeshmëria dhe imagjinata janë në kulm. Është ditë e mirë për krijimtari dhe art, ose për të lidhur më thellë emocionalisht me dikë. Dëgjoj zemrën, por mbaj këmbët në tokë. Horoskopi në Top Albania Radio.